Njohja me situatën që po kalon biznesi në qytetin e Shkodrës, politikat e ndjekura nga bashkia dhe kërkesa që kanë vetë tregtarët ishin në fokus të takimeve që kandidatja e mazhorancës për Bashkinë Shkodër, Keti Bashdari, zhvilloi me bizneset nga sheshi Demokracia deri në lagjen Rus. Bashkë me dëgjesa ndaj çdo tregtari dhe qytetarëve, kandidatja Bashdari së bashku me grupin e punës shpalosi dhe programin e saj duke i ftuar të gjithë të ecin në drejtimin e duhur, ku politikat e ndjekura nga bashkia pas 21 qershorit nuk do të jenë diferencuese, por gjithë përfshirëse dhe me vizion të qartë zhvillimi. Tona votat i ke të fituar atje. A nuk kanë mundësi financiare ata me hek ata me turinacion. Aty është një urë, qindra vjeçare shkojnë turistat edhe është turp i bos me pa me turinat që i hedhen aty. Në programin e saj 4 vjeçar, kandidatja Keti Bashdari ka parashikuar që në Shkodër përveç sistemit të infrastrukturës rrugore, në fokus të kenë ndërtimin e tregjeve të reja dhe sistemimin e situatës kaotike të krijuar në rrugët dhe trotuaret e qytetit. Paralelisht, Bashdari nga këto takime ballë për ballë me qytetarët të marrë dhe sugjerimet e tyre për t'i zbatuar pas 21 qershorit si kryetare bashkie, që Shkodra të ecë në drejtimin e duhur dhe ku të tilla problematika të mos jenë më pjesë e politikave lokale që pengojnë zhvillimin dhe zbatimin e investimeve madhore.